Përshëndetje. Në episodin e radhës, në podcastin ajo, kemi një të ftuar shumë speciale. Mund ta gjesh mbrapa kamerave, skenave, institucioneve, nga producente teatri, nga dramaturgë, aktore, regjizore, trajnere, i ushtron të gjitha këto profesione. Dua të prezantoj Iris Sanaj. Faleminderit shumë edhe për një super intro që nuk e prisja. Iris, unë jam shumë kurioze të di, përpara 15 vitesh, çfarë mendon ti Irisja? Të falenderoj shumë dhe të falenderoj edhe për faktin që ti dhe me gjithë ekipi po realizoni një podcast të tillë, me një emër shumë interesant ajo. Kam pasur, mund ta quaj ëndër, që unë të studioja regji teatri, por ishte viti i 3 gjimnaz, ai viti që unë nuk e dija nëse dhe regjia më donte mua gjithashtu apo jo. Unë e kam provuar teatrin kur kam qenë në klasë të 6. Do me thënë që në fillore angazhohesha duke organizuar klasën, siç bëheshin festat e nëntorit, festat e fund viti, dita verës e tjerë, dhe unë merrja përsipër në një formë shumë demokratike, që i pyesja gjithë nxënësit me çfarë doni ju të merreni. Dhe të gjithë më dërgonin me letra dhe mbaj si tani fusja në Zarfa 4. Dhe për shembull Sabina do që të interpretoj, ma dërgo poezinë që do të interpretosh. Dikush tjetër do të këndoj, ma dërgo këngën që të mos kemi dhe mbi vendosjet njëri tjetrit. Ti ishe producente që në klasë 4. Vitin e 2 gjimnaz kam bërë rolin e Lady Macbeth. Ndërkohë në vitin e parë kam bërë rolin e Angelikës, që ishte një komedi Hile Campanile autori, dramaturgu dhe titulli Il Povero Piero, dhe unë luaj rolin e një vajze që kishte vështirësi në të folur, pra unë flisja me th në vend të s-s. Dhe janë shkrirë të gjithë gazit praktikisht, domethënë me rolin që u bëja. Kur kam luajtur rolin e Lady Macbeth, më thonin na trëmbe. Në vitet 3 gjimnaz, unë kam qenë tek një nga performancat e javës së frankofonisë me një regjizor francez. Vendosa pastaj pas shfaqjes me frankofonin, që ai zotëria regjizori më tha që thjesht bëje dhe mua më ngolit kjo gjë në mend dhe konkurova. Bëje domethënë vazhdo për arte, po, konkurova për arte. Regji. Po. Apo ishte për regji. Unë doja regjin, domethënë. Dhe bëj konkursin, sigurisht me ato sikletet, frikrat, nuk e di ajo që thash, nëse më do mbrapsht teatri apo jo, nëse bëj për këtë punë apo jo. Dhe kishte një rrugtim, një proces. Bëra konkursin, ishte 3 ditë konkursi të Universiteti i Arteve për regji teatri. Dola e para në konkursin atij viti. Edhe mendova që ishte një mënyrë që unë, pra po ma tregonte mbrapsht, si thua, komisioni, universiteti, arti në vetvete, që unë duhet ta vazhdoja këtë rrugtim. Dhe pastaj nuk do të pendohesha nëse e kisha bërë, dhe unë gjithmonë e them kur s'jam penduar, dhe gjithmonë do ta zgjidhja, pavarësisht plus minus edhe kostot që ti përmende më herët që ka jeta, por ama është një profesion që nuk të formon vetëm nga ana artistike, apo vetëm nga shija estetike, apo vetëm nga mënyra organizative, por është një profesion që të hap shumë dritare të tjera, sepse do duhet të punosh me njerëz të ndryshëm, me profesione të ndryshme, dhe duhet të dish minimalisht gjuhën e komunikimit. Dhe thënë këto do duhet të punosh në forma të tjera. Po gjua më e mirë që ti di të flasësh, në fakt është gjuha e të ndërtuarit marrëdhënieve. Do mendoj që është një nga aftësitë e tua më fantastike. Sa të ka ndihmuar kjo gjë në këtë, le të themi, rrugtim të cilin mendoj që nuk i di sfidat e tua Iris. Do më pres që të më thuash më fakt. Një ndër të tani nuk po them që kam pasur sfidat teje të mëdha, besoj që kushdo mund t'i ketë pasur. Po themi në zhargon, t'i gjatë rrugës, rrezikon familjen, rrezikon shoqërinë, kohën me ta. Në familje sigurisht, nëse ti po punon me një shfaqje, mungon të paktën fizikisht. Sepse punon me orë të zgjatura, ne mbaronim provat në universitet edhe natën dhe ktheheshim në shtëpi të lodhur dhe prap vazhdonte puna individuale. Dhe ti nuk je aty në momentet më pikante, po themi. Për shembull, një ndër rastet, nuk e kam thënë ndonjëherë publikisht, po ka qenë kur babi im u operua dhe unë nuk arrita dot të isha aty, sepse më thanë, është më mirë që të shkosh në shkollë, se ti nuk duhet mungosh atje, edhe për të më ruajtur pak emocionalisht, ose unë u operova nga dhëmballa e pjekurisë, kishte një ndërhyrje e vështirë të shtunën pasdite, unë të hënën paradite kam dalë në prova në teatr me penj. Të duhesh të dalësh në skenë pavarësisht nëse ti je pa qef ose jo. Nuk llogaritet fare ana emocionale, nëse ti ndihesh pak si kështu si ashtu, s'ka lidhje, ti do dalësh në skenë, sepse ke një provim minimalisht, ose sepse publiku ka paguar një bilet për të parë. Dhe stereotipi është që artistët bëjnë qef.
por nga ana tjetër kushton shumë për të pasur këtë lloj dukjeje për të tjerët. Do të thënë është një proces shumë i madh me veten, që ti në çfarëdo lloj gjendje emocionale ti jesh me veten tënde, çfarëdo lloj gjë që të ke ndodhur në jetën tënde personale, siç thot Stanislavski, e merr si një pallto, e var dhe nuk do t'ja di publiku se çfarë ka ndodhur me ty. Bukur. Vim tek një tjetër, le të themi, proces, i cili lidhet drejt për drejt me punën që ti aktualisht je duke zhvilluar. Po. Është shumë interesante dhe për mua është një rast, një nga arsyet që kam dashur që ti t'jesh e ftuara e radhës, është sepse ti vjen, le të themi, nga shoqëria civile e cila merret me si teatrin e rrugës, si teatrin në përgjithësi, si me trajnimet në audiovizual, dhe ke kaluar në drejtimin e institucionit që është industria kreative e Tiranës. Dhe sigurisht që është një emër shumë i madh. Industria kreative është një emër shumë i madh. Nga, le të themi, krijuese apo një njeri i cili jepte kontributin e vet, të jetë në një pozicion vendimarrës. Çfarë t'joshin? Se është shumë komplekse kam përshtypjen. Domethënë të heqësh dorë nga gjëra që i do kaq shumë edhe mezi i ke ndërtuar me kaq shumë sakrifica, siç është Do Arti, që është një organizatë e cila ka bërë vepra fantastike për qytetin e Tiranës dhe bëre këtë kapërcim. Pra e le Do Artin dhe erdhe drejtuese e industrisë kreative. Fakti që unë e njoh terrenin, jam një person që më pëlqen të punoj në terren, më pëlqen të punoj në ambient të hapur. Pra le të themi ky është aseti më i madh që ti ke. Mendoj që po. Terreni është aseti më i madh. Sepse e dua dhe më pëlqen me gjithë adrenalinën që ka. Ta marrësh të aset dhe ta implementosh në një institucion. Po. Që merret me industrinë kreative. Dhe siç e the, është jo vetëm term shumë i gjerë, por dhe fushë ekspertize shumë e gjerë, sepse kur flasim për industri kreative ne kemi të bëjmë me shumë fusha, jo vetëm me artin, po edhe me teknologjinë, kemi të bëjmë dhe me arkitekturën, dhe me artizanët, dhe me median. A mundet, domethënë, të ma shpjegosh se çfarë është industria kreative sikur unë t'isha një fëmijë 5 vjeç? A dëgjon muzikë? Varet, sigurisht. Po, muzika është art, se më the je 5 vjeç. Po, unë jam 5 vjeç. Muzika është art. A sheh një pikturë ose vizaton vet? Po. Piktura ose vizatimi ose skicat janë art. A bën fotografi? Jo, se jam shumë e vogël, po kur ma je babi telefonin... Kur të bën mami ose babi foto. Atëherë, edhe fotografia është një lloj arti. Nëse ti sheh një film ose ato videot animuara që të tregojnë prindrit, që të pëlqejnë shumë dhe ti inamorohesh me to, dashurohesh, sepse nuk e kupton çfarë ndodh. Edhe ajo është art. Nga ana tjetër, kur ti sheh një ndërtesë dhe thua që kjo e kuqja ose kjo bluja më pëlqen më shumë se sa jeshilja apo e verdha. Edhe ato ndërtesat i ndërtojnë disa xhaxha dhe teta, të cilët kanë studiuar arkitekturë, të gjitha këto bëjnë pjesë e industrisë kreative, bëjnë pjesë të kreativiteti. Kur flasim për industri, ka të bëjë me një proces dhe me një proces që deri diku sjell para. Kështu që të gjitha këto profesione që ne përmendëm, apo këtë industri kreative, duhet të jetë fitimprurse, që të gjeneroj para. Dhe kur këto të ardhura sillen nga ajo çfarë na prodhon neve truri, ose imagjinata jon, atëherë quhet industri kreative. Bukur. E thash shumë thjesht? E the shumë thjesht dhe në cilën fazë të industrisë kreative është bota sot. Pra, ku ka arritur industria kreative, krahasimisht le të themi me 10 vite përpara, sepse sigurisht që koncepti i industrisë kreative është një koncept modern, nuk është një koncept le të themi siç është industria e makinave apo industria e armatimeve. Pra, koncepti i industri është një koncept modern dhe që nga momenti që kreativiteti është konceptuar si industri, në çfarë terreni ka ecur në botë dhe ku është aktualisht, ku vendoset? Në fakt edhe kjo përpara disa kohësh, kur po diskutonim mes profesionistësh, fakti që e kemi quajtur industri është pak e sikletshme, në kuptim të mirë dhe jo shumë të mirë. Sepse siç e përmende, si motra, industri ka të lidhje me mobilitetin, ose kanë lidhje me pajisje, me zinxhir, me ingranazhe, dhe ndërkohë ingranazhi ynë në kreativitet është truri. Dhe ne nuk kemi një ingranazh, po themi që duhet vajisur në kuptim të drejt për drejt, por duhet vajisur në kuptim simbolik. Dhe imagjinata që na prodhon neve, pra është vajiset, po themi, duke e mbajtur gjithkohën konstante për të prodhuar. Sepse imagjinata është si një muskull që nëse ne nuk e praktikojmë, atëherë ajo nuk mund të prodhojë thjesht duke ndënjur. Dhe tani mua më lindi një ide. Nuk ka si të ndodhë në atë formë. Në leximin tim edhe në gjitha studimet që më kanë bërë lidhje me industrinë kreative, gjëja kryesore dhe thelbësore e industrisë kreative është të konceptuarit tashmë të artit, jo më thjesht si një vepër artistike, por që është një vepër e cila
mund të kthehet në një zinxhir industrial për një shoqëri të caktuar, që e cila gjeneron të ardhura në mënyra dhe mekanizma të ndryshme, por duhet ndërtuar një mekanizëm. Absolutisht. Dhe aktualisht industria kreative në botë flet për triljarda. Në këtë moment që është industria kreative në Tiranë, sa është në sinkron me qëllimin kryesor që është krijuar, sa buxhet realisht ka Iris, sepse unë jam e bindur që ti mund të dish të bësh mrekulli dhe nuk kam asnjë dyshim që ti mund të bësh edhe mrekullira, por çështja është që neve duhet ta themi me zë të lartë. Këto janë sipërmarrje të cilat kanë nevojë të investohet, janë sipërmarrje të cilat kanë nevojë që ti shkosh direkte në thela, nuk mund të rish edhe të flasësh për aktivitete, se bëm 5 aktivitete, bëm 10 aktivitete, çështja është se sa ne ndërtojmë infrastruktura të qëndrueshme që realisht fjala industri kreative të kthehet në realitet. Kjo është pyetja. Shumë e saktë, edhe në fakt nuk është gjithmonë, kur po diskutonim për strategjinë e artit dhe kulturës, që po bëhet jo vetëm në nivel lokal, por edhe kombëtar, që po ndërtohet, një ndër gjërat që ekspertët kishin vënë re, më thanë të gjithë çfarë kemi intervistuar, po themi, nga fokus grupet, e nxjerrin në pa problemin e buxhetit. Por më thanë, në përgjithësi, me çfarë kuptojmë ne, mendoj që ka diçka më shumë se sa thjesht buxheti. Dhe në fakt kjo më bëri të kuptoj se ne a priori themi mungojnë buxhetet. Edhe po të kishim më shumë para e dinim ne se çfarë do bënim. Edhe kjo ndodh rëndom. Të gjithë edhe ne vetë në stafin ton, të agjencia themi po sikur të kishim më shumë do kishim bërë çuditëra. Në fakt, ndoshta ndonjëherë duhet të jemi të zgjuar, jo inteligjent, po të zgjuar për të kuptuar se me kë mundemi ne ta bëjmë. Sigurisht çdo projekt ka strukturimet e veta apo kufizimet e veta, që gjithmonë janë buxhetet, janë afatet kohore, që ti thua për kaq kohë arrit dot ose jo, dhe burimet njerëzore. Pra ti thua un kam kaq kapacitete dhe mund ta çoj deri në këtë fazë ose jo, sepse kaq mundem këtë herë. Por nga ana tjetër, nëse ne jemi të zgjuar mjaftueshëm për të bashkëpunuar me njëri tjetrin, gjë që është shumë e rëndësishme, nuk ka të bëjë vetëm me qarkullimin monetar për të bërë një aktivitet të qëndrueshëm, apo për të bërë një festival të qëndrueshëm, apo për të bërë një koncert, për të bërë një festival dhe nuk them vetëm muzikor, mund të jenë të gjitha formave që ne përmendëm, arkitekture, filmi etj. Dhe nëse ne gjejmë mënyrën e të bashkëpunuarit me njëri tjetrin, besoj që nuk janë fondet më problemi, po janë se si mundemi ne të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Për të krijuar diçka të qëndrueshme. Unë ndaj absolutisht njëjtën filozofi me ty, Iris. Mendoj që parat në një farë mënyrë janë një mjet, edhe nuk ka se si parat të jenë qëllimi, por flas për buxhete, flas për politika. Dhe kur flas për politika, flas për strategji. Dhe kur flas për strategji, flas për mekanizma afatgjat. Çdo strategji që ti do bësh, në fund të ditës do ketë një faturë nga mbrapa. Sepse neve mund të bëjmë strategjinë e letër fantastike, por në fakt nuk funksionon në realitet. Por nëse kjo strategjia nga mbrapa nuk ka një faturë, do implementohet në kaq kohë, ka nevojë për kaq burime njerëzore, ka nevojë për kaq kohë derisa mund ta implementoj. Neve, a i kemi kapacitetet buxhetore që neve ta konsiderojmë Shqipërinë, Tiranën si një vend i cili ka mundësi që të hedhë syt nga industria kreative si një mënyrë që mund të gjenerojë të ardhura? Pyetja ime është, ky institucion i ri, me këtë proces buxhetor që ka dhe me këtë strategji që është duke bërë, ku e shikon të ardhmen? Po kam një diskutim të madh dhe me shoqërinë. Sepse thonë, ne kemi si shtet, si vend, prioritete shumë më të mëdha dhe probleme më të mëdha, pse ne duhet merremi me artin, pse ne duhet merremi me kulturën. Dhe nëse ne kemi prioritete lidhur me mjekësinë, me antikorrupsionin, me drejtsinë etj, pse na duhet neve arti? Dhe unë prapi pyes të njëjtat pyetje që të pyeta në fillim, se si lidhen dhe thonë arti në përgjithësi vetëm shpenzon para nga buxheti i shtetit. Dhe nëse ne ndryshojmë këtë mentalitet, mendoj që ne kemi betejën të fituar me atë çfarë na pret me industritë kreative. Nuk po flas vetëm për agjencinë. Si ndryshohet kjo mentalitet? Jam duke e menduar gjithkohës dhe ndoshta diskutime të tilla na bëjnë që të reflektojmë më tepër. Nuk mendoj që vetëm mendja ime mund ta zgjidhë. Po nuk mendoj që ka shembull fantastik në botë që ne nuk kemi nevojë të shpjegojmë. Patjetër. Që neve mund t'i marrim dhe të themi ja si bëhet. Por jo çdo shembull që ka funksionuar në një realitet tjetër funksionon edhe këtu. Jo, detyrimisht. Sepse ne kemi histori të ndryshme. Duhet përshtatur. Ne kemi një histori tjetër, ne si Ballkanas ose edhe vetë si Shqipëri kemi histori tjetër dhe vim nga një pasojë, një historie të mëparshme, po themi, dhe ne reflektojmë atë në ADN-n tonë, në sjelljen tonë, në çdo gjë që trashëgohet brez pas brezi. Unë mendoj që neve kemi akoma një humner shumë të madhe me
audiencën. Mendoj që ka një keqkuptim shumë të madh ndërmjet asaj që është trashëgimi kulturore, artit si prodhimtari dhe kreativitetit në vetvete. Mendoj që ka shumë punë për të bërë në lidhje me këtë proces dhe këtë ndërtim zinxhiri të gjithë, le të themi, komunikimit verbal dhe jo verbal, të gjithë mass mediave, të gjithë mënyrën se si ti komunikon me audiencën për të thënë që arti është një mrekulli. Krijimi është niveli më i lartë që qenia njerëzore mund të bëjë dhe që është më afër me hynoren, me atë që është krijuesi. Që kështu nëse neve themi që nuk na duhet arti, neve themi që nuk na duhet kreativiteti, mendoj që do jemi një shoqëri shumë e trisht, do jemi një shoqëri e cila prodhon vetëm pluhur, beton dhe shtërpsi. Që kështu, unë këtë pyetje as nuk e shtroj fare, nuk e kam në dilemat e mia, sigurisht kam konflikt interesi, që kështu nuk është... Jo, po për ta thjeshtuar. Pse arti dhe për ta kuptuar ndoshta dikush tjetër pse quhet ekonomi krijuese dhe pse arti sjell të ardhura. Unë i them shumë thjesht. Nëse një turist, qoftë edhe nga qytete të tjera apo qoftë edhe jashtë Shqipërisë, vjen në Tiranë, po marrim Tiranën kryeqytet, dhe ka në plan të qëndrojë një ditë sepse paraprakisht po themi kërkon nëpër rrjete sociale, social media etj, Google etj se çfarë mund të bëj në Tiranë dhe thot 2 ditë mua më mjaftojnë. Nëse në Tiranë ka aktivitete kulturore ose edhe kreative, të bëjnë të qëndrosh më gjatë. Ti përmende më herët koncertin e Dua Lipës se sa të ardhura sjell. Dhe thjeshtësisht ne mund të marrim shembullin. Nëse ne bëjmë një aktivitet, ftojmë XY artist ndërkombëtar dhe po themi mbushet sheshi ose kudo që bëhet liçeni etj plot, dhe një pjesë e këtyre janë turist, hajde të merremi me këta turistët. Këta turistët minimalisht do shpenzojnë për transportin për të ardhur nga aeroporti ose porti në vendin e akomodimit. Do shpenzojnë për akomodim, Airbnb, hotele, etj, punë e tyre, por ama do shpenzojnë. Do shpenzojnë për të ngrënë, do shkojnë në një restorant, do marrin delivery, do shkojnë në fast food etj, do shpenzojnë. Do shpenzojnë për të pirë, patjetër do shpenzojnë. Do shpenzojnë për të marrë një bilet për të shkuar në një muze, qoftë edhe për kuriozitet se mund të jetë hera parë që vinë në Tiranë, patjetër do shpenzojnë. Do shpenzojnë biletat për atë festivalin ku do të shkojnë, patjetër do shpenzojnë. Tani të gjitha këto, një mendje e thjesht thot, e çfarë fituam ne si shtet, këto i erdhën biznesit privat. Në fakt, biznesi privat paguan taksa. Sa më shumë të ardhura të ketë gjenerim xhiroje biznesi privat, aq më shumë taksa do t'i paguajë shteti, sepse janë progresive. Dhe nëse shteti merr më shumë të ardhura, kur mblidhet komisioni apo vendimarrësit thonë, nëse kemi gjeneruar kaq para në kreativiteti, patjetër që ne do t'i japim pak më shumë që ta nxisim. Por nëse ne nuk arrim dot të kuptojmë ne si popull i thjesht se si është kjo ekonomi krijuese, atëherë ne patjetër do të merremi me atë që them me plurin apo me vetëm me anën formale të gjës dhe jo me arrit në thela të problematikës. Dhe nëse ne nuk edukohemi me faktin se sa mirë është, jo thjesht se e duam ne teatrin apo e duam ne filmin, edhe është mirë për të gjithë, por se çfarë rrënjësisht ndryshon në jetën e njeriut, atëherë ne do të arrijmë të reflektojmë dhe ta përqafojmë thellësisht këtë gjë. Dhe vetë artistët nëpërmjet artit të tyre ndërgjegjësojnë publikun. Nëse ne bëjmë një vepër thjesht se është e bukur dhe nuk ka asgjë pas asaj, as pjesën e rebelizmit të artistit, as ndërgjegjësimin për komunitetin asgjë, patjetër që edhe emocionin patjetër, atëherë patjetër që do të kaloj thjesht si një gjë, ishte e bukur, por nuk do të ngulitet fort në memorien tonë. Nëse ajo gjë që ne shohim apo përjetojmë na shkund, qoftë me emocione të mira, qoftë me emocione negative, patjetër që kjo gjë, si valët e ujit kur ne hedhim një gur, apo dhe valët e zërit, ashtu do të shkojnë edhe në vendimarrës. Por ne duhet jemi ata që ta kërkojmë. Jo gjithmonë sigurisht populli e di se çfarë duhet, por nëse ne japim alternativa, patjetër që do zgjedhësh mes njërës apo tjetrës. Por nëse ti nuk e di, sepse nuk je përballur, atëherë nuk ke dhe si të zgjedhësh më të mirën. Sa e vështirë është për ty Iris ti je grua në këtë profesion? Nuk e kam matur asnjëherë veten, me thënë drejtën, sikur si do të ishte po të isha burr. Nuk jam asnjëherë nuk e kam parë veten debole, sepse jam vajzë apo se jam grua, dhe çfarë do të kisha bërë po të isha burr apo djalë. Po hera herës më ka ndodhur që aktivitetet më të mëdha ka ndodhur nga burrat apo nga djemt. Dhe ekziston ky stereotip. Se si ka mundësi ju vajzat, dhe prapë është një zhargon shumë i ulët diskutimi që thon minimalisht ne jemi më të fortë fizikisht.
Për shembull, kur më shohin që jam vajzë dhe unë nuk e kam problem punën, mua më pëlqen të punoj, edhe nuk e kam problem as në orare të zgjatura, dhe prandaj kjo lidhet me kostot që përmendëm më herët, që ti nuk je i pranishëm në situata të ndryshme me familjen apo me shoqërinë, sepse unë nuk kam problem që të punoj edhe deri në të gdhir, deri në të zbardhur, po themi, për të arritur. Ka penalizuar jetën personale kjo? Po, penalizon, patjetër. Sepse jo gjithkush mund të bëj kompromisin në kuptimin e mirë të fjalës për të përballuar këtë lloj jetese. Gjumin që ti përmende më herët, sigurisht që ne reduktojmë. Nuk është gjë e mirë, nuk e rekomandoj, por sigurisht që të duhet të punosh ndoshta më shumë, dhe shumicën e kohës ata njerëz që të rrethojnë janë djem ose burra që bëjnë këtë punë, sepse prap vazhdon mentaliteti që në shtëpi më shumë duhet kujdesen gratë dhe vajzat për familjen, qoftë për fëmijët, qoftë për të moshuarit, qoftë edhe për shtëpinë si infrastrukturë, po themi, dhe nga ana tjetër ne vajzat dhe gratë që jemi në terren e kemi pak më të kufizuar, ose duhet ta kemi sipas stereotipit. Dhe për çunat është e çuditshme që ora 2 natës çfarë bën akoma këtu dhe po merresh me ne. Në fakt duhet kryer punë, s'ka lidhje jam vajzë apo grua dhe duhet merrem me këtë gjë. Jep mësim tek Universiteti i Arteve. Dhe sigurisht sa vjet ke që jep mësim? Prej 2021-shit, prej pandemisë. Okej. Dhe në këto le të themi 4 vite që ti jep mësim, besoj ke kaluar breza vajzash të ndryshme. Si e shikon, është pak me lehtë jeta e tyre sot? Janë më të guximshme. Kemi lënë ndoshta pak gjurmë të to, ka ndryshuar pak mjedisi për to? Janë më të guximshme, hera herës më të shkathta. Domethënë kjo është si stereotip, po e bazoj në çfarë kam eksperiencë. Janë pak më të vetëdijshme për më vetëdijshme, patjetër. Çfarë do doje ti që të kujtojnë për Irisin mbas 20 vitesh? Çfarë do doje ti thoshin njerëzit? Si do ti që të mendojnë? Domethënë, kush janë betejat më të mëdha që do doje të bëja? Sa pyetje vështirë. Sado që artistët janë egoist, unë nuk e shoh te vetja këtë sensin e egoizmit për të mbajtur mend unë si individ. Mund të duket shumë e thënë për kështu. Çfarë gjurmë do doje ti të lije për shoqërinë në aspekt pozitiv? Atë që unë po përpiqem të bëj çdo ditë. Dhe prandaj them që nuk e lidh dot me individin, por nëse në komunitet të arrit të ndikoj sadopak, me këmbguljen që kam dhe me atë besim që unë kam se vërtet arti përmirëson jetën e çdo kujt, atëherë besoj që është një luftë në kuptimin e mirë për hir të paqes, që triumfon. Domethënë nuk është diçka që varet vetëm me Irisin, është diçka që lidhet me komunitetin. Pra është, nëse mund ta quaj egoizëm i zgjeruar që përket altruizmit pak a shumë. Dhe e lidh me atë që thash më herët për të bërë mirë. Dhe shumë herë mua ma lidhin këtë termin si Nën Tereza dhe ti. Nuk e di nga lind apo nga vjen, por kam dëshirë që së paku në sferën e kreativitetit ku jemi, të përpiqem të lë një gjurmë. Edhe lidhur dhe me temën e doktoraturës që unë po ndërmarr, ka të bëjë me të ndërtimit, përveç se për të kuptuar industrinë kreative si lidhet me turizmin dhe me ekonominë, por nga ana tjetër edhe me një manual se si ne mundet për të krijuar në hapësira publike të jemi të sigurt. Pra dhe safety dhe security, si ta lidhim dhe rendin e sigurinë në përditshmërinë tonë, sepse nuk është thjesht hajde të bëjmë një gjë të bukur, por në fakt ajo mund të ketë kosto, se kur je outdoor ka më shumë kosto, më rreziqe. Dhe nëse qëllimi është që të ndërtoj një manual për këtë, shpresoj dhe besoj kjo gjë mund të ndihmojë të gjithë ata që unë e kam mësuar prej përvojës, por tashmë mund të jetë një gjë që mund t'i ndihmojë edhe nëse e nisim nga fillimi për ta pas një buklet, si thua, ose një udhëzues, një manual. Okej. Unë të uroj shumë sukses, Iris. Faleminderit që ndave me mua, megjithëse e di që mund të jesh edhe pak e stresuar. Jo. E kam shumë qartë që nuk është kollaj që ti je në pozicione drejtuese dhe nga gjëra që nuk varen nga ty, duhet japësh edhe përgjigje të vështira. Unë mendoj që ne si shoqëri duhet fillojmë dhe të përballemi edhe me pyetjet dhe me përgjigje të vështira, sepse është e vetmja mënyrë me cilën neve mund të shkojmë përpara. Mendoj që mund të ndërtohet një lloj kohezioni ndërmjet gjithë forcave krijuese në këtë vend, të cilët të kuptojnë që nuk është betejë me njëri tjetrin, por betejë është me të ardhmen. Neve duhet të jemi aq inteligjent sa të kemi kapacitetet të kuptuarit që e ardhmja është një vend fantastik ku neve mund të shkojmë krenar me një industri kreative e cila mund ta kthejë Shqipërinë në polin kryesor, në polin më të tërheqës dhe atraktiv
po pse jo dhe në Europë. Shtoj vetëm një gjë, pa dashur ta hedh poshtë, ishte shumë e saktë çdo gjë. Në një takim që kishim me shoqatën bavareze këtu, ata thanë që ne ende nuk kemi një agjenci fokusuar në industritë kreative. Dhe ne gjithmonë Gjermaninë e shohim deri diku si pikë referimi për të marrë prej tyre. Dhe na përgëzuan për këtë fakt që ne kemi krijuar tashmë një të tillë, sigurisht është ende herët dhe do rrugtimin e saj, por në një prej takimeve me ta unë përmenda që edhe konfliktet, pra nëse ne mblidhemi, diskutojmë dhe kemi ide të ndryshme, këto prap sjellin zhvillim, sepse idetë e kundërta mund të arrijnë të prodhojnë gjëra shumë të mira. Nëse ne thjesht bijem dakord dhe themi po jam dakord siç mendon ti Sabin, po Iris jam dakord siç mendon ti, nuk prodhojmë më që sepse bijem në ata amulli. Por nëse ne kemi këto lloj kontrastesh në mendime, patjetër që do prodhojmë një gjë më të mirë për komunitetin dhe për t'ia lehtësuar jetën vetes son në përditshmërinë tonë në kreativitet. Patjetër. Për të shpresë të rinjve, dhe unë jam e bindur që Shqipëria ka një fuqi të brezit të ri të jashtëzakonshëm. Absolutisht. Besoj që krijuesit shqiptare kanë të gjithë pjekurinë e duhur, mendojnë në këtë moment të dhënë për të ndërtuar një industri kreative. Ndaj për mua, prezenca jote sot këtu për të biseduar për një temë kaq delikate, por edhe kaq interesante për të ardhmen, është, besoj edhe për audiencën është me shumë interes. Faleminderit Iris. Faleminderit shumë.